Pas tragjedisë me 59 viktima në Maqedoninë e Veriut të shkaktuar nga zjarri në një lokal nate, forcat zjarrfikse në Tiranë paralajmërojnë kontrolle gjatë fundjavës. Në fokus të këtyre inspektimeve do të jenë lokalet e mëdha ku do të verifikohen nëse i plotësojnë apo jo kushtet kundër zjarreve. Lokalet me kapacitet të madh, mbas ngjarjes që ndodhi, edhe pse kohët e fundit ne kemi bërë inspektime në shumë prej tyre, por mbas ngjarjes që ndodhi në Maqedoninë e Veriut, edhe ne si shërbim zjarrfikës këtë fundjavë, sepse këto ditë ato nuk janë aktivitet, kemi marrë kontakt me drejtuesit e këtyre bizneseve dhe patjetër që ditën e njëjtë të premte të shtunë do t'i kalojmë gjitha dhe të verifikojmë edhe një herë masat e zjarrit. Goxha i shton se këto biznese duhet të plotësojnë disa kritere të rëndësishme në kuadër të masave për mbrojtjen kundër zjarreve. Në këto objekte kryesore është daljet emergjence të këtyre objekteve dhe materialet që përdoren në këto objekte nuk do të jenë materiale të djegshme. Pra, nuk do të jenë materiale që shkaktojnë zjarr, nuk do të jenë materiale që shpërndajnë zjarrin. Pra, do të tregohet kujdes që në fillim. Gjithashtu edhe pajisjet elektrike do të jenë shumë të mbrojtura, kasetat elektrike do të jenë mbrojtura. Pranë këtyre kaseta duhet kemi fikse zjarri, gjë e cila në këto lokale në qytetin e Tiranës është në çdo ambient. Problem për lokalet e mëdha mbetet përdorimi i fishek zjarreve, pikërisht përdorimi i lëndëve piroteknike në Maqedoninë e Veriut, la pas 59 viktima dhe mbi 150 të plagosur.